Debreshi u gdhi sot me një lajm të kopshëm që vjen nga Italia. Një burr nga ky fshat dyshohet se ka vrarë gruan e tij në Itali. Një ekip i TV2 ka vizituar sot lagjen e familjes në Debresh, ku shtëpia e çiftit qëndron e mbyllur dhe e pa banuar prej kohësh. Banorët përreth nuk kanë pranuar të flasin para kamerave, duke thënë se nuk dëshirojnë të përfshihen në një çështje kaq të ndjeshme si kjo. Por në bisedë jashtë kamerave tregojnë se familja në fjalë ka prejardhje nga fshati Llomnic, prej ku është shpërngulur para 10 vitesh, por në shtëpinë e tyre në Debresh, burri që akuzohet për vrasje ka qenë shumë rrallë, aq sa shumica e fshatarëve as nuk e njohin. A 50 anni, origini macedoni, la donna trovata morta nella sua casa a Pianello Vallesina, frazione di Monteroberto in provincia di Ancona. Për ngjarjen fillimisht raportuan mediat italiane, sipas të cilave në një fshat të komunës Monteroberto në provincën e Anconës, mëngjesin e djeshëm është gjetur e pajet 50 vjeçarja me origjinë nga Maqedonia e Veriut, Sagjide Muslia. Trupi i saj u zbulua në banesën ku jetonte, e shtrirë në shtrat dhe me shenja të shumta dhune, duke lënë të kuptohet se gruaja është rrahur për vdekje. Alarmi në Itali u dha nga punëdhënësi i Sagjides, pasi ajo nuk u paraqit në punë në ndërmarrjen ku punonte. Ai ka tentuar ta kontaktojë disa herë dhe më pas ka njoftuar autoritetet. Policia gjatë hyrjes në banesë ka zbuluar trupin e viktimës në gjendjen që mediat atje përshkruajnë si të rëndë. I dyshuari kryesor është bashkëshorti i saj, 50 vjeçari Nazif Muslia, i cili deri në këto momente rezulton i zhdukur. Andaj autoritetet atje kanë zgjeruar kërkimet në gjithë territorin e vendit. Ndërkaq në banesën e çiftit po kryen të gjitha ekzaminimet e nevojshme që do zbardhin detaje të reja që i kanë paraprirë vrasjes. Po ashtu sipas mediave atje, në prill të këtij viti, Nazif Muslia ishte arrestuar për keq trajtim ndaj bashkëshortes. Sipas raportimeve, gruaja kishte deklaruar se ishte përballur me dhunë të vazhdueshme. Megjithatë, pas një marrëveshjeje gjyqësore në Korik, ai u lirua dhe çifti u bashkua sërish, po si duket, mosmarrëveshjet në çift kanë vazhduar dhe kësaj radhe me epilog fatal. Forcat e rendit atje po vazhdojnë kërkimet për lokalizimin dhe arrestimin e bashkëshortit të dyshuar, ndërsa hetimet pritet të zbardhin në vijim rrethanat e plota për mënyrën se si ka ndodhur vrasja.